بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. Lavdrime dhe falenderimet I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia Allahut qofshin mbi ju të gjithë dhe mbi ata të cilët na ndjekin nëpërmjet internetit. Titullin që e kam potencuar në lajmërim e keni lexuar të gjithë. Është një temë që nuk I kemi trajtuar këtë tema, se mundohena çdo herë të kemi tema të freskëta, edhe mendova se kjo temë është e përgjithshme, edhe ndoshta keni ndëgjuar ndonjëherë rreth këtyre temave përse shenjat e kiametit janë para ditës së fundit, do të thonë gjykimit. Kjo pseja do ta shihni se me të vërtet këto shenjat e kiametit dietarët I kanë kompletu, dikush më tepër, dikush më pak. Mirë po, është një numër shumë I madh para shenjave të kiametit. I kanë nda shenjat e vogla edhe shenjat e mëdhaja. Por shenjat e vogla, disa shenja kanë ardhur në këtë botë. Mirë po dietarët e kanë ndarë në 3 grupe të shenjat e kiametit. Shenjat e vogla, shenjat e mesme edhe shenjat e mëdhaja. Pa marrë parasysh ne të flasim për këtë 3 grupe, do të na duhet shumë kohë. Mirë po, do të mundohemi që si në lexim do të mundohem t'i trajtoj cilat janë shenjat e vogla, po aty mund t'jenë edhe shenjat e mesme, edhe shenjat e mëdhaja, janë shenja që me të vërtet duhet për secilën të flasim një ligjërat. Edhe nuk mund ta përfundojmë. Janë shenja të mëdhaja, të cilat nuk mund t'i përfundojmë. Por do të mundohemi, ose do të mundohem edhe ju, edhe unë për shembull, mundohena t'ja japim hakun këtyre ligjëratave të kësaj sezone që kemi filluar. Shenjat e ditës së kiametit apo tentohen në Kur'anin famullar, se duhet me marrën bazë një herë prej ajeteve kuranore. A kurse për hadithe, kemi shumë hadithe
rreth këtyre shenjave të vogla dhe të mesme dhe të mëdhaja. Nëse shkojmë nga ajo që a kemi ajet kuranor që me të vërtet potencohen shenjat e saja ose shenjat e kiametit, po. Ku Allahu Gjeleshanuhu në kaptinën Muhammed, në ajetin duke se 18, Allahu Gjeleshanuhu shumë qartë thot. Bismillahirrahmanirrahim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها صدق الله العظيم. Mbas këtij ajetit kuranor, do të shihni se Allahu Gjeleshanuhu për ditën e kiametit nuk bisedohet se ka kaptinë tërë për ditën e kiametit. Kur do vije, si do vije, ose a mund ta dije dikush, më thonë se kur do të vije dita e kiametit, këtë manja si bazë, as kush pi krijesave në këtë botë ta dije dhe thotë se ditën e fundit ose çastin e fundit të kiametit, as një krijesë nuk mund ta dije. Vetëm se cila shenjë do të vije e para, cila do të vije e fundit, cila do të vije për shenjave të mëdhaja, e para, e dita, e treta, këtë ka dietarët në bazë të disa haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith ka thonën fundosje, ose 3 vendet që do të fundosen. Dikun për shembull e çet Dejjalin pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ashtu që dietarët nuk mund të vendosin se cila është e para prej shenjave të kiametit. Mëdhaja mendoj. Prej shenjave të vogla të kiametit e kemi një që ka filluar pejgamberit, është shenja e parë që pi ditës së kiametit. Do të thonë shenja e parë këto dije se vjen pejgamberi, edhe vinë, në më thonë, dita e kiametit shumë afër është. Shifni, Allahu Gjeleshanuhu ditën e kiametit e potencon se janë shumë afër. Mirë po ne se ne kuptim se është afër. Ama për afër është e për Allahu Gjeleshanuhu. A ne duhet të kuptim bazë këtine haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose ajetin që e potencova, ka lidhshmëri edhe me ditën e kiametit, por ka lidhshmëri edhe me shenjat e kiametit. Çka thot Allahu Gjeleshanuhu në ajetin që e potencova, edhe do të vazhdojmë ta shohim atë përse vijnë shenjat e kiametit, pa masane vinë do thotë se dita e kiametit. Allahu Gjeleshanuhu tha, فهل ينظرون إلا الساعة mos va mohuesi, presin që të vi befasisht. Dhe me thonë dita e kiamet. Mos valë dhe thotë se ato mohuesi presin, qka presin? Ditën e kiametit. Amon qka? Thotë dhe të vije befasisht. Qka është befasisht? Dhe të habite njerëzi kur dhe të veje dita e kiametit. Nëse ne nuk mund ta shohim ditën e kiametit kur dhe të vije, mirë po, Allahu Gjeleshanuhu thot e habitshme do t'je se ajo ditë. Këtë njerëzit do habite me ditën e kiametit. Dhe të habite. Pse? Sikur se ne tash, kur bëhet dhe njëse befasisht, bini herë, për shembull, edhe ne habitemi si mund të ndodhe kjo. Ndodhen dhe njëherë, për shembull, njeriu, gjatë jetës së tij i ka ndodhen dhe njëherë, sa shumë shpejt ndodhi kjo. A është befasisht kjo? Po. A mund të thotë se edhe dita e kiametit do t'jete befasisht. Në të mënyrën habitore. Do të habite njerëzit se kur do ndodhet do thotë se ajo dita e kiametit.
Pastaj çka thot? Faqad jaa ashratuha. Ndërkohë shenjat e saj janë afër. Shef çka thot Allah? Shenjat e ditës së Kiametit janë afër. E ta çka kuptojmë? Edhe Kiameti është afër, mirë po Allahu Gjeleshanuhu e ka bo që të vim një ere e shratuha, dhe me thonë ato shenjat e saj të vëjnë, po mëse të vëjë ditë e Kiameti. Sigur se njeri, kur e bën planin e shtëpis, a i projekton t'i njerë çka bën? E bën projekti. Çdo shtëpi ose godin lartë ose ndërtesat larta që bën, çka bën? E bën do thotë se projekti. Edhe këto, dita e Kiametit, do të vëjë njerë projekti. Çfarë projekti? Shenjat e Kiametit. Eshratuha, Allahu Gjeleshanu e përmendën, dhe me thonë shenjat e saj. Mirë po, shenjat e vogla ose të mesme, ose të mëdhaja, me thonë, nuk i përmendën ajeti kuranor. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i ka ndalë shenjat e vogla, të mesme, të mëdhaja. Por çka? Në përgjithësi ka folë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në përgjithësi ka folë, edhe dietarët pastaj i kanë venduar në renditje e këtine që me të vërtet do të ndodhin. Ose për ta kuptuar më qartë për shenjat e Kiametit, e keni ndëgjuar ndoshta dënjëherë ose edhe unë mos e kam potencuar, ndoshta dëni ligjrati jashta kështu pjesaj. Ka ardhur Gjibrili alayhi salam këtë transmeton muslimi. Autenticiteti i hadithit është në rëmën e lartë. Këtë hadith që do ta potencoj, edhe pse është i gjatë, unë në shpejtësi do ta themi, nëse ka nevojë edhe do të him edhe ta komentoj. Thot ishna, Hazreti Omeri thashtë, thot ishna me pejgamberin një numër i madh i ashabëve shokëve të pejgamberit. Thot e një njeri i huaj, e një i huaj, me tesha të bardha, më të bardha se borë, se qumshtë, veshë. Një ftyrë ndritshme, thot me flokët të zeza, shumë të zeza. Thot e shiqymat njeriu, shenja udhëtimi nuk ka hiç, dhe një shenjë. Për shembull njeriu kur hecën, mundet edhe përlihet diçka, dhe një njollë kesën trupin e vet. Me pas një njollë nuk kishte thot ki. Hyri edhe ul para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjujt thot i preki me gjujt të pejgamberit. Ul. Ne u habitëm. Askush se njifke. Tash prej kësaj mund nxjerrim diçka, por unë patjetër t'u them se jeni pak ma të rinj. Çka do thotë kjo? Njeriu kur e kërkon diturinë, shkencën, këtë botë, duhet jesë në liri. Flokët e zeza, shumë zeza. Kush i kanë këto flokët e zeza? Rinia. Rinia e kërkon diturinë. Ne për shembull, nuk do thotë se edhe në moshën pak kur thinja për shembull, e në flokët zbardhen për shembull ose mekra ku zbardhet, nuk do thotë se nuk mund të kërkosh diturinë. Se kemi të kufizuar. Aman, qëtër është që i ka flokët e zeza, a e kërkon diturinë. Edhe dituria që atërës kërkohet të rinia. Teshat e bardha, çdo herë besimtari duhet të jetë i pastër, i rregull, edhe kur të hije diku, të habitin njerëzit se me të vërtet
kikon një besimtari si tjetë edhe një besimtari pastër. Edhe në pamje duhet të jetë se musliman. Edhe në pamje duhet shifet për shembull se muslimani duhet të jetë i pastër, edhe në ftehim, edhe çka, edhe në komunikim. Duhet të kemi moral. Këto është shumë interesant ki dialogu që bëhet mes Xhibrilit edhe pejgamberit. Para mendo asnjë signifike, askush. Edhe u habitëm të drejt shkoj te kush? Te pejgamberi alayhi salatu wasalam. U ul edhe i vendoi durët në kofshat e veta, shumë para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lene kë, po u habitëm, ki filloi të apejse pejgamberi. Kur ul, filloi me një herë të apejse. I tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, më trego çka është Islami. Akhbirni anil Islam. Më trego, më njofto, më lajmëro çka është Islami. Sa u habitëm, këtë shokët thanë, për shembull, askush, vetëm habitje rejnë, heshtje, nuk folin diçka. Kur i thot pejgamberit më lajmëro çka është Islami, pejgamberi alayhi salatu wasalam an tashhada an la ilaha illa Allah, dëshmosh se nuk ka zot të adhurohet përveç Allahu xhalesha, an tuqime salat, ta falish namaz, ta japish zakatin, ta agjëresh muin e agjerimi, edhe ta krysh haxhin ata që njerëz që kanë mundësi ta kryjnë haxhin. Saddaqt. Ki njeri i tha pejgamberi të vërtetën e thush. Ala habitena. Kit me habit, ama një ndëgjën fjallë. Shtash nuk du të hi në terminologjinë për shembull e islamit të gjaja, pse nuk është e me rëndësi këtë ti ndoshta i keni ndëgjuar. Ama unë i thonë, dhe me thonë, terminologjinë e islamit i ka të regu, dhe thotë se Xhibrili, pejgamberi ja të regon Xhibrilit alayhi salatu wasalam. Kur i tha se të vërtetën e thush, tha, fa akhbirni anil iman. Të regon, ose më lajmëro, më njofto, çka është besimi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e filloi atë amantu billahi se e dini ju ki. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir al-hadith. Sa i tha, besysh Allahu xhalesha, besysh melaqet e Zotit, besysh librat e Zotit, besysh pejgamberët e Zotit, besysh ditën e fundit se do të vijë, edhe të besysh në vendimin dhe caktimin e Allahu xhalesha, qada dhe qader. Saddaqt. Dhe i tha përsëri pejgamberit i tha, të vërtetën e thuash. Në mbarim me ka që jo, filloj ala të pejse. I tha, fa akhbirni anil ihsan. Më të rego, çka është ihsani, bamirësia. Kjo është shumë interesant është. Kjo e treta është shumë interesant. A do vajnë ato gjerët më interesant, se që ataj temën dhe e kina ne. Ataj temën e kina. Tha të rego mu për ihsani. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Çkët bazë ta kemi ne kur adhurojmë Allah. Nëse duam të jemi më të sinqert në adhurim. Shef çka i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ta adhurosh Allahun sikur me e pa përpara. Sikur me e pa
përpara. Thot nëse nuk e shohish, mjafton ai çeti. Allahu xhelesha. Kjo është shumë interesant. Ne që adhurojmë Allahun xheleshanuhu, ta bëjmë adhurimin sikur me pas krijuesin absolut përpara. Edhe pse se një vjen fort. Se një vjen fort. Mirë po hadithi është çaq interesant që ne që adhurojmë Allahun xheleshanuhu, nëse duam të jemi në koncentrim namaz, manje min këtë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të adhurosh Allahun sikur me e pa. Se kjo çon pastaj të jesësh në koncentrim me krijuesin absolut. Shif sa bukur e ka bërë. E ne ka dikush për shembull se nuk duhet ta zgjeroj këtë pjesën hoxhve kur hin namaz, ave fluturin mend të shkojmë që tërkundi. E keni ndëlu, shpesh bëhet kjo te musliman. Pse bëhet? Bëhet se ne nuk e adhurojmë Allahun xheleshanu sikur se që duhet. Me la thirr për shembull gjyqtari ose shefi i policisë. La thirr në takim. Ne çka bëjmë? Doan atë veshën a mirë. Edhe pile parfumosemi, e ne dëshkojmë para gjyqtarit. Ne kur him namaz, para kujt jemi? Para gjyqtarit, para shefit policisë, para kryetarit shtetit, para ministrit? Jo, para krijuesit absolut. Nëse duhet të jemi në koncentrim me namaz, u preferoj të mbani këtë recet që e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pse nuk e kemi temën, por është hadithi i gjatë, për atë shkak edhe mundohem, është që duhet komentohen në këtë pikë u dalja pak më tepër. Ta saddaq. Pra, habituar është. Po t'i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të vërtetën e thot. E pyet prapë përsëri pejgamberin alayhi salatu wasalam, çto është tema që do të ndalemi ne sot. I thot, fa akhbirni ani as-sa'a. Më trego se kur është ora apo çasti i kiametit. Më trego. Shif sa përgjigje i jep pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pares në fillim nëse u përkujtohet ku thon, nëse thot dëni krijesë këtë bëhet se kur do të bëhet dita e kiametit, ta di se gënjeshtër është. Ose dem dëni dietar shumë i famshëm në botë, se do të dalin mashtrues, do të dalin njerëz që do të thujnë se do të dalin filon mbas 50 vjetëve, mbas 1 vjetëve, ose 10 vjetëve, hajde në 100 vjetë mund thotë dhe kush, që atër do jesë dita e kiametit. Kjo është gënjeshtër e pastë. Pejgamberi që ka thënë? Kur e pejt Gjibrili se kur do të bëhet dita e kiametit, çka i thot? Mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Interesant përgjigja. Për këtë i pyeturi, shef sa bukur i thot, për këtë që mpesish te mu, nuk mund dije më tepër se sa ai i cili pyet. Përgjigjet saktë ja ka dhënë. Nuk mund ta dije pejgamberi alayhi salatu wasalam se kur do të bëhet dita e kiametit. A mund të mpesish mu? Unë nuk e di, po te e dish më mirë se unë. Shef? Kjo është e bazë kryesore që ta mbani mend, nëse, si thash pare, se del dukush, edhe thot se unë e di ditën e kiametit, është gënjeshtër e pastë. Ordinere, bile si të më në gjuhën e asfaltome, në gjuhën e pastër shqipe. Çka do të thotë se? Tash do ta kapim
atë përse shenjat e kiametit para ditës e kiametit, para ditës e fundit kiametit. Shtaj e pejtë prapë përsëri. Në këtë rast nuk i thot të vërtetën e thuash, e leqe. Gjibrili a.s. pejgamberit a.s. Kur i thot se nuk di unë më tepër se ai gjimpir, thot Gjibrili ishte i thot pejgamberit a.s. fa akhbirni an amaratiha. Çfarë kena ti? Tha, më trego, më njofto, më lajmëro për shenjat e ditës së kiametit. Për ditën e kiametit, s'kishte më kush mund t'i japë përgjigje dhe s'mundet edhe pejgamberët nuk e din ditën e kiametit, sikur dëmton. Me njëherë e pajtëm për shenjat e kiametit. Shef, ka ditë përgjigje interesant që i bon pejgamberi alayhi salatu wasalam para mendoni, para 1400 vjet. Ja ka dhënë këtë përgjigje, edhe ne sot u lajmëroj juve se çka thot pejgamberi për shenjat e kiametit. Edhe pse ka shumë, do të shihni ndoshta sot një javë kur dhe i numrëm gjitha ato shenja, do të habitë. Edhe vetë do të shifni se a kanë kalu diçka, a nuk kanë kalu. A jeni në atë kohë, as jemi në atë kohë të shenjave të kiametit. Sot javë, inshallah, ato do të ndohem, a këtë do ta komentoj për shembull prapë përsëri, kur i thot se mi trego shenjat e kiametit, e ne i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam Gjibrili. Thot, entelidel emetu rabbetaha. Shkurt gjatë. Thot, për shenjave të kiametit është kur robresha të lidh zonjën e pa qëtër komentim të të. Se në marri shvesht, ku e ka qëllimin pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po, për ta kuptu këtë fjalën, se është grupi i parë që e potencon pejgamberi alayhi salatu wasalam nëpërmjet dialogu që e bën me Gjibrili. I thot, të lidh robresha. Zonjën e saj, ose zonjën e vetë. Tash, s'kemi punë me këto robresha. Në kohën e pejgamberit ka pas. Edhe para pejgamberit ka pas robresha shumë. Bile robresha ti kanë shejt edhe në treg, pazar që i thënë. Por, shumë interesant e ka provë pejgamberi alayhi salatu wasalam robresha. Në këtë kontekst të këtij hadithit manjament ka një verzion tjetër që e transmeton Buhariu. Pi Ebu Hurejrës. Ebu Hurejrë e dini për shembull se ka transmetuar shumë dhaja të haditheve. Në këtë verzion e tregon Ebu Hurejra, nuk ku thash unë e tregon për Islamin, por taj verzioni i ditë është tregon mu për imanin, për besimin. Çto është dallimi i atij hadithit me këtë hadithit që e tregon Hazreti Omeri radiallahu anhu. Edhe ata çka thotë Ebu Hurejra, në këtë verzionin e ditë, thotë kur robresha të lind mbretin apo sundimtarin e vet. Pak shtej, pak mund ta kuptojni. Pse? Se kur dhe linde robresha, se përpara janë martohu robresha, e ne kanë lind. Ato fëmi, kur janë rrit të pronari, janë bua zotnim. Atërës, automatikisht, me njëherë, robresha kur lindë, rritet fëmija, kjo e merë një epitet
lirinë e plot pirobreshës. Kjo ka ndodhur. Më thonë, përpara. Robresha ka lind gjalluse, vaj gjigalinde për shembull, edhe te pronari i vet. Edhe çka ka fitohu për shembull edhe lirinë e plot robresha. Kjo ka ndodhur. Në kohën e pejgamberit se Islami nuk lejon robresha. Nuk lejon robresha. Bile e dini për shembull Bilalin me zinin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk duhet hinja te ai Umeje që ka konën pronari i vet, sa torture i bën Hazreti Bilalit vetëm e vetëm të largohet prej Islamit. Edhe çka u bë? Ja vuni kur kohën në nxehtin më të madh në trup, ai ja bëj vetëm ehad, Allahu është i një, Allahu është i një. Ka përsi e Bubekri, unë e thomë si shpejtësi, ka përsi e Bubekri çka tha? Umeje, sa më shesësh këtë robi, a që kaq, ja e paret e ne e liron Hazreti Bilali. E në Bilali mos e bëhat me zini pejgamberit. Më thonë, në atë kohë ka pas kësho robresha. Një komentim që e Vakiiju, Allahu e mëshirov këtë djetarin, thot, enteri del emetu, thot, kur robresha, jo arabe, kje jetë një komentim ma ndryshe për tine. Kur robresha jo arabe, lind arabi. Edhe arabi thot, bohet mbret apo sundimtar. Se kjo është ma e qartë për ta kuptu. E dita edhe që përfundon hadithi, se pak e zgjatëm, edhe e fundi që është, thot, kur të shohesh se barit, të zbarthim, të zhveshur, thot, të mje garojnë në godinat e mdhaja apo në pallatet e mdhaja. Edhe kjo sot evidentohet, sot pallatet e mdhaja jo, dhe më thonë barit, të zhveshur, këmdathët për shembull si i thym të ne, e ne i mje, e ne i varfër, kanë bo godinat mdoja që i kini sot për shembull Dubajnë dhe disa vende të tjera. Kjo është e pishenjave të vogla të që i përtëcon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Si shpejtësi do ta tregoj edhe disa shenja që e para që thash pares në kurse u përkujtohet se është e lindja e pejgamberit, e tita është vdekja e pejgamberit alayhi salam, e treta është e çlirimi Kudusit, Hazreti Omeri kur e çliron Kudusin, edhe një shenjë duhet të tregoj, di shenja ka që i potencon edhe Kurani familjar. Ajo është qarja e hënës në kohën e pejgamberit. Kjo thotë Allahu xhaleshanu iqtarabat as-sa'a, është shumë afër kiameti me qarjen e hënës. Kjo është ajet kuranor. Kjo do të thonë ka kalau. I shenjave të vogla të pejgamberit që i potencon Kurani familjar. Edhe kur thash unë ajet duhet të tregohen e në shenja, që shenja e parë me Kur'an, që Allahu xhaleshanu e tregon çka, pi shenjave është edhe qarja e hënës. Edhe çlirimi i Kudusi sherifi. Kur e mbaron këtë, që njeri ju del. Shkon. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot Hazreti Omeri, mas i mbaroj ki hadithi, u thot shtejne, a e dish, o Hazreti Omer, se kush erdh, kush ishte ki? Hazreti Omer i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, vetëm Allahu edhe te e dish, kush ka kon ki?
Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam i thotë, ky është Gjibrili, ka ardhur t'ua mësojë juve fen tuaj. Edhe përfundon hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shif, ka për si rezime të kësaj teme ka shumë. Unë vetëm njënën ta potencoj, nëse keni mëse pyetje, mund vazhdojmë. Do thotë se shenjat e kiametit janë para ditës së kiametit. Edhe krejt dietarët gjajti kanë folë për këta, ama nuk pata për shembull vetëm t'u tregoj se me të vërtet shenjat e vogla janë që përfundimi janë të mesme, presin ma shenjat e mëdhaja. Ato janë më të rënda për këtyre shenjave të vogla dhe të mesme. Inshallah do të mundohem javën e ardhshme të potencoj këto, edhe ato si shpejtësi, se me të tregon numrin do habitemi. Mbaj 130 shenja paska të vogla dhe të mesme që do të dalin edhe përfundojë këto shenjat e kiametit. Me nivel që i kam lezuar, më thonë dalin mbaj 131 pa shenjat e mëdhaja. 10 shenjat e mëdhaja, për këto do të flasim për secilën një ka një që mundohena t'i kemi në vetijën tonë edhe inshallah mos ndodhim ne në këto shenja. Se shumë të rënda janë. Sidomos shenja e Dejjalit. Shumë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo besimtar mos ta takojë Dejjalin. Edhe shumë pse? Falënderës, Allahu xhaleshanu është për blef për dënimin që patë.